Bismillahirrahmanirrahim. Me një hoqë shumë derum dhe shumë të respektum. Hoxhën tim, Burhan Fili. Kemi një grup që na shikojnë dhe na përcjellin. Jam i nderum unë dhe grupi im me na i dhon një këshill. Por kësaj here e kam më specifike. Një këshill shqip edhe një këshill apo të njëjtën edhe anglisht ai është. Wallahi na ti ke kërkuar shumë, por alhamdulillah që na ka pasur Zoti këtu dulqen, xhamit e Pinjeshit, një vend i mrekullueshëm, me hoxhë Fenin, Ylvin, vëllain tonë dashur të tjerit, me xhamatën tjetër. Këshilla mashallah ju po jep një boll, kështu që do të them që njeriu do ta marrë shnetin muslimanit ta ketë parasysh ta marrë shnetin e imanit rregull të ketë vitaminat e veta. Është një vitamina që është vitamina I e besimtarit që përmbahet për Islamit, imanit dhe ihsanit. Allahu akbar. Allahu na bën për ty që kemi këto elemente, që të rrojmë shnetin e imanit tonë. As for English, I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this possibility, this chance to be together in this beautiful city, Ulcel, with these great brothers. And all I can say that it's a pleasure to be with you in your company. It's always a blessing, and especially with Brother Pamir too. He is, recording, and you cannot see him, but he is here in our hearts too. So I give an advice to myself and to you all that as Muslims we should keep our iman healthy. Keeping healthy means getting the proper vitamins. The proper vitamin is vitamin E. That it is composed of Islam, Iman, and Ihsan. If we keep these three elements together, our Iman, inshallah, will be always strong and fruitful. And I thank you very much and barakallahu feek. Allah nderoft. Allah nderoft. Faleminderit shumë.